Nëse do shkruaje një libër për jetën tënde dashurisë, qysh kish me pas titullin? It's never too late. Never too Kur late. nuk bëhet vonë. Cila është arsyeja më e fortë për të cilën je ndan nga dikush? Kur thehet besa. A ka lloj apo flitet në përshër? Po. Po thonë që kanë tradhtu. Okej? A është e vërtet? Vet nata? Që unë e kuptova që kjo ka arsyeja ndarjes. Mune me vet. Do të thonë nuk e fal tradhtin ti. Zakonisht jo. Nëse do kishe 24 orë të ishe pa dukshme, ku do shkoje? Tokyo. Me kën? Me kan? Me njerin e jetës. Me personin e shpirtit. A e ndjen që është koha për me vazhdu me najtë single, apo me gjetë nështë në një dashuri, në qitë nxehtë? Për momentin jam shumë okay single, po nuk ndërhy në plan të zotit. Koft kismet najsan, nuk e nali. 3 personat me sjellë të folë mas shumë ti në telefon. Me Adriana një? Po, Edi? Adriana, motra. Me mamin, Okej. edhe me babin, për momentin. Babi mirë për ndryshe? Po. Okej, kjo është shumë me rëndësi. Yes.